Kombëtarja shqiptare bëri siç duhet detyrat e shtëpisë, kuqezinjtë arritën të triumfonin në Leskovac ndaj Serbisë. Goli i Rejmanajt në minutat shtesë të pjesës së parë bëri që të shpërthente festat e kuqezinjtë, një ndeshje fantastike nga futbollistët e kombëtares, të cilët ishin të kujtesshëm në një ndeshje mjaft delikate. Lojtarët që luajtën me zemër duke lënë shpirtin në fushë dhe në fund u shpërblyen me 3 pikët ndaj rivalit të përjetshëm të Shqipërisë. Nga porta në sulm të gjithë treguan grintë dhe cilësi, duke bërë që serbët të mos gjinin dot rrugën e rrjetës. Tomas Trekosha nga SofaScore është cilësuar si futbollisti më i mirë në fushën e lojës. Gardiani i portës, i cili i tha disa herë jo golit të Serbisë, është vlerësuar me notën 8.4, më shumë se gjithë të tjerët. Pasdite kombëtarja shqiptare vjen Rejmanaj me 7.8, ndërsa më pas renditet Gjimshiti me 7.5. Pas tyre vjen Mitaj me 7.3, ndërsa me notën 7.2 janë vlerësuar Erlinda Jeti, Elseid Hysaj dhe Kristian Aslani. Ndërkohë me notën 7 janë vlerësuar Julian Shehu, Qazim Laçi dhe Myrto Uzuni, ndërsa i vetmi sipas SofaScore që nuk kaloi klasën ndaj Serbisë është Armando Broja. Lideri i sulmit është vlerësuar me notën më të ulët nga kuqezinjtë me vetëm 6.5, ndërkohë performanca e kombëtares shqiptare ndaj Serbisë është vlerësuar në total me notën 7.9.